9 persona janë lënduar në aksidentin e ndodhur dje në rrugën Ravec-Malishev, ku të përfshira ishin 2 vetura. Kështu bën të ditur raporti i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov. Të lënduarit kanë marrë trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, ndërsa njëri prej tyre ka lëndime të rënda dhe po trajtohet në repartin e ortopedisë. Pacienti i gjinisë mashkullore, mosha diku rreth vitit 79, viti lindjes. Pas ekzaminimeve me rentgen, është kërkuar edhe injizim i thellë me CT, ka rezultuar me frakturë të një unaze vertebrave lumbale, njëkohësisht ka edhe frakturë të trimit të karpeve në dorën e djathtë. Edhe është dhënë trajtmani mjekësor fillimisht edhe është pranuar në repartin e ortopedisë për trajtimet më teshme. Kujtojmë se kohëve të fundit aksidentet të rrugët rajonale janë bërë të shpeshta, vetëm para një jave nga një aksident në fshatin Vogov humbi jetën një person shtetas i Shqipërisë.